Mbani qumshtin në derën e frigoriferit. Zbuloni arsyen pse nuk duhet ta bëni më këtë gabim. Temperatura në frigorifer mund të jetë e paqëndrueshme me kalimin e kohës, edhe gjithashtu ndryshon nga vendi në vend, gjë që ndikon në cilësinë dhe jetëgjatësinë e ushqimit tuaj. Cili është vendi me ndryshimet më të mëdha të temperaturës? Dyert e frigoriferëve mund të shkaktojnë prishjen e ushqimit, veçanërisht të qumshtit, i cili zakonisht vendoset tek dera. Megjithse kutia dhe shishja e qumshtit mund të përshtaten në mënyrë të përsosur në derën e frigoriferit, temperatura mund ta prishë atë dhe të kontaminojë. Bakteret potencialisht të dëmshme rriten në temperatura të ngrohta. Sa më gjatë që qumshti të ekspozohet në nxehtësinë e kuzhinës, aq më shpejt bakteret do të rriten në lëndët e tyre. Prandaj qumshti nuk duhet të ruhet kurrë në derën e frigoriferit, por duhet të mbahet në pjesën e pasme në një raft afër mesit ose në fund për të evituar kështu edhe prishjen e shpejtë të tyre.